Në prag të 1 qershorit, ditës ndërkombëtare të fëmijëve, u zhvillua me sukses edicioni i ri i garave të recituesve të rinj, Ulqin 2025, një aktivitet tradicional i organizuar nga Fondacioni Studenti, që nga viti 2006. Ky konkurs i njohur u mbajt me pjesëmarrjen e nxënësve nga shkollat fillore dhe të mesme të komunës Ulqinit dhe shkollës fillore Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Ostros. Në fjalën përshëndetëse, kryetarja Fondacionit të Studenti, Albiona Pali, thë se përveç se shënohet Dita e Fëmijëve, ky aktivitet shërben edhe si një platformë për promovimin e gjuhës dhe kulturës shqipe tek brezat e rinj. Fondacioni Studenti, shprehet ajo, falenderon drejtorët, mësimdhënësit dhe nxënësit për përkushtimin dhe pjesëmarrjen e tyre, si dhe komunën e Ulqinit për mbështetjen e vazhdueshme. Me mbrëma nxënës, mësues, prind, dashamirës të fjalës së bukur. Të respektuar përfaqësues të institucioneve shtetërore, ku njëherë dua dhe unë në emër të Fondacionit Studenti të falenderoj shumë komunën e Ulqinit për mbështetjen që na ka dhënë qëllë këtë vit të organizojmë këtë aktivitet kaq të bukur. Të nderuar miq të gjuhës son shqipe, kam nderin dhe kënaqësinë e veçantë që sonte të hapim edicionin e radhës të garës recituesve të rinj. Një ngjarje kjo tashmë tradicionale, e cila është bërë pjesë e pandashme e jetës kulturore shqiptare në Maltëzi. Ky aktivitet organizuar për rreth 2 dekadave me njerëz që e kanë me shpirt kulturën dhe artin dhe letërsinë, është jo vetëm një garë recitimi. Kjo është një festë e gjuhës shqipe. Kjo është një dëshmi e gjallë që ne jemi këtu dhe do të jemi këtu me gjuhën, kulturën, poezinë dhe dinjitetin tonë kombëtar. Të nderuar të pranishëm, në emrin tim dhe në emrin e gjithë kryesisë së Fondacionit Studenti, dua t'ju falenderoj që jeni sonte këtu me ne dhe mësuesve dua t'ju falenderoj për përkrahjen dhe punën e palodhshme që bëjnë çdo ditë. Gjithashtu të gjithëve dua t'ju ftoj që të dëgjoj me shpirt, sepse fjalët që na thuan sonte janë mbrojtje e identitetit tonë kombëtar. Në garat e shkollave fillore morën pjesë nxënës nga 5 shkolla, ku secili prezantoi vepra të ndryshme letrare, me recitime dhe monolog të përgatitur nga mësimdhënësit e tyre. Konkurrentët erdhën nga shkolla fillore Bedriele Zaga, Boshko Strugar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, Marko Nocullović dhe Marshall Tito. Nxënësit prezantuan me pasion dhe talent krime nga autor vendor dhe të huaj, duke përfshirë poezi nga Syme Kokaj, Ismail Kadare, Atë Zef Pëllumbi, Fanoli e të tjerë. Vjeç. As shumë i vogël, sa të qarë për lodra, e as aqiritur, sa të mërzitën për faturat elektrike. Jeta një 13 vjeçari fillon kështu. Të qohem në mëngjes me një zë që thot: "Qoh, se të pohon për shkollë." Qohem arri fizikisht në shkollë, ama mendërisht jam ende në gjumë, duke ëndërruar. Arri në shkollë, e kam frikë se mos më tallin e bullizojnë nga gjendja ime fizike. Po ç'puni për shikujt shëndetim? Unë e di, jam pak i shëndosh, por nesër nuk dua të shkoj në paradën time të parë të modës. Nuk dua të jem model, por modest. Si 13 vjeçar, kam frikë të nxjerr një foto me familjen në rrjetet sociale. I santim ati me paturpsi. Vojza që shkollohet, nuk është për konaf. A i me vete ishte ngrirë. Si të arsëton të kundërshten, sa do pa. Mbeta ashtangur, e tretur e tharë, fjala me mbeti në fyt, kohë të reja me njerëz të vjetër, me mendime të errta si nata sketer, të marra, të prishura të pista, që jetën të bëjnë vërë. Unë jeca në rrugën time, me zërin e porosis, në dimrin e gjatë, me shikim nga ardhmëria, me shpresë në bevzat e syrit, që qetësoj detin e trazuar dhe valë e stuhim. E di se në tokë ka dimna e pranverë. E di se mbi tokë ka pëllumba e skifter. E di se mbi tokë ka ujq
edhe dele. Ka pasanik e kam zda, thënë në zhele. Por këtë se kuptoj, pse në tokë su ndon dhuna, forca shtazore, jo mendja, jo puna. Se ma dashuni si lan kërkun vend, a thue se njerëzit janë gjithë pa men. Unë jam këtu dhe jam kjo, në këtë vend, ku ka le edhe gjyshi jem. Dhe stër gjyshi, gjysh ma gjyshi, në këtë vend, në anë të malit, duke ja lënë të rashigim djalit. Dhe dëgjo ti që vjen pas, nëse do këtë gur edhe prindërit tuj ku kajnë le, duaje edhe ruaje. Histori e shkruar njeriu, mos të vuajmë për shkak të saj, të provojmë sa jemi të aftë, ti dalim çdo gjëje në ballë, me mend të flasim e të punojmë, të ardhmen mos ta turpërojmë. Ca pika shu, shron mi qajtë, për ty unë befas neva malë, jetojmë të dy në një qytet, por all shihemi sa rallë. Ndaj mu duk pak e çuditshme si erdh kjo vjesht, ky mëngjes. Qejt e ngrysur, pali i lek, dhe shirat pa ylber në mes. Dhe thënja vjetër e Heraklitit, se që më kujtua sot për dreq. Të zjuarit janë bashkë në botë, kurse të fjeturit janë veç. Kam derdhur në letër sa shumë reshta, si u i varë ftohtë që malit kur gullon. Kam shkruar për sa e sa ndjenja, për një lot gëzimi e zemër që gjëmon, vetëm për të vetmin që dua aq shumë, për atë malë marrojnë cellën e tokë. Vështira kam pasur që të shkruaj, s'di pse fjallës kam lidhur dot, për baban tim, për trimin tim, për shokun që s'me lëndon kur, për atë që kur unë buzëqesh, me lot mbushet, edhe pse burë. Fjallët e ti, të urta fjallë, si kur një libër i shenjt. Vetëm pak ri ta dëgjosh, hapen let e qejt. Me kujtohet, kur unë lulja e vogël isha një pëllëm, me mbaje në krahë, me hipja hopa, se secja dot në këmp. Dhe nga lulishtja e qytetit, me thurje më të bukur në kuror, me thoshe e bukur je, moj vajza ime, më e bukur se kjo lula bor. Shpesh here i shtrejti më thua, të kam të pare në dashuri. Dhe unë, dhe pse vargje të një shkruaj, lotët i kam në sy. Nina nana, more birë, flejse gjumi, të përmirë. Nano, birë, dua buk, me ma hesht. Nano, birë, ngriva, me ma pëshëretin. Nano, birë, me dhe koka, me ma spërgjigjet. S'ka buk, s'ka zjarë, s'ka të holla për doktor, dhe djali pëshëretin.
me mas përgjigjej pëshërtin edhe jo nga do. Djali nuk I dëgjon pëshërtimat e mëmës. Mëma dëgjon TikToket, he zemrës të birit. Një grua plakër e të skosur, me fëtyrën rudha, rrim bi kokën I djali dhe vështron me sy të skutulluar. Malton dritares dallëndyshet, lodrojnë cjatin pa pushim. Unë I shikoj dhe si ndërmend një fshat të largët, një kujtim. Në dek të orës, bus një lëmi, një dallëndyshe, pefa spash. Nuk di përse, mora një gur dhe dallëndyshes unë I rash. U drodh, u tremp, u shëm për dhe, si yll I fikur zogu I shkret. Në duart e mia përbëlitej, me krah të thyer e pajet. Tani tha gjysha Fatimeja, prit kur të thahet krahu yt. Një pikloti lagu pendët, një tjetër mu bëlëmsh në fyt. Bleta në fletore, rri edhe mendon. Me kalem e bujra, nis e vizaton. Në fillim dy moll, edhe dy qeshi, një kalem të holl, edhe një kuti. Vizaton pastaj, pasën në fletore, flutërën krah shkruar, bletën punëtore. Nëna dhe babaj na pyesin. Bletë, çfarë vizatove për bia të fletë? Vizatova veten, a nuk e shikoni? Ju jeni të rritur, si nuk më kuptoni? Po ç'ke katëruar? Bletë edhe qeshi, flutur e kalem, moll dhe kuti? Jo, asgjë nuk kam katëruar. Në fletore veten, unë kam vizatuar. Po habitet nëna, babaj bën gjudi. Ti nuk je kalem, ti nuk je kuti. Moll edhe qeshi, ti nuk je më blet. Pastaj këtu ç'duat një flutur, një bletë. Ju ato gjyshja përit në kur të vi. Kur se di ne, gjyshja s'mund të di. Jo, e di. Gjysha moj vrapo, se ç'kam vizatuar, e janë atë go. Në mund shtëruash arsyen, kur bota humbet fillin, e fajin ty ta hell. E vetës ti besosh, sa herë të këti dyshoj, e s'të përfillin, por ava dëshimet, drejti gjëkosh. Në mund shtërish në pritje nga pritja pa u lobur, a kur të urrejtje mos të shqesh, madje ndaj shpitjeve të rish pa folur, me thjeshtësi, me to parëndesh. Në mund të mendosh për jo gjë në shkatërrem, të ndërrosh për jo si robë nderimesh, madje ti trajtosh një lloje pa dallim, gavnje me shparzim, burim mashtrimesh. Në durov do që fënjet e tua të drejta, në kur për trufarit ku pukët e t'i kfajnë. Ti shohësh të pujera gjërat më të shtrenjta, e prap ti ndërtosh me vegla që nuk vlej. Në mund shpitore që ki kovër t'i flijosh, si në kumar me një të vet me loj, të rezikosh e prap t'ja fillosh, vahumbjen kur të mos e zësh me goj. Aratisur, syrë gjënosur, raskapitur e katosur, po vajtoj, pa fund, pa shpres, anë selbes, anë spres. Ku e lam, ku në mbeti, vaj vatane mje mileti, anë zdetit, i palar, anë dritës, i papar, pran sofrës, i pangrën, pran dijes, i panzën, lakuriq dhe i drekosur, trupe shpirti sakatosur. Se që shëmbën dhe bederet, me tenaret dhe bejleret, se që shtypen jaban gjint,
Se që shtrydhen fajt e gjitë, se që prene, se që vran, që shkretuan në mban, në thundrin e përdhunes, anës vjosës, anës bunes. Me një habi e shët e largësiren, dhe rret në vetu si dermetin, shorrezet qysh e prekin e rësiren, me mira shtiza syresh që rëshinin. I ljollur, dal ka dal, po shduke dili, por si dikush e hez pareshtur, si kur një liber i mall i mbyll faqet e qiellit me pamjen e madhështrisë së tij të heshtur. Dhe hije e murme vjen me fletet e hapur, me hovin e paprekur ta me shimit, ndërthojnë të saj shpirtin duke ma kapur si bisha pa kur far perdellimi. Vdek hena me sytë e saj të vërtonjes, dhe me veshtrim të thellë magjistari, çdo send e namatis me hovë qellonjes, me deh dhe me plot, me nyra gënjeshtari. Nis ende disa prej pelhures të zezë, sa natës gjurë, fare si kur mbetet, binje tokë të zgjerë, shtrihet një tryez, kur drita derdhet poshtë si artë që tretet. O baba, me i kontra! Tek po flija në mëngjes, se si me dolin nga mendja, as vet nuk e mora vesh. Nga dritare do t'ke dal, tha kokoja seriozisht. Qyshja la hapur mbrëm, dhe ka ikur gabimisht. O që me gjeti, si t'ja bëj? Shpejt e mami i ka vra. Mami, me i kuandra, si t'ja bëj që ta që i prap, ishte ndër shumë e bukur në të isha inxhinier. Si me iku, ku të qej, si të sho edhe një herë? Mami më pusi në faqe. Akit, shkoj ndër spas. Jam e bindur, do t'a gjesh, vetë se mos ju da një qast. Do jetë fshehur në për libra, duhet sa vullnet të kesh. Ëndrat kapen duke rendur, jam e bindur, do t'a gjesh. Pash sot, në bank për meje, sy të njohur, zë që dridhej, një ndjenjë e fort më shtrëngoj, si kur ta kisha njohur këtë prej vitesh. Ajo buzëqeshi pa fjallë, pa zë. Si pasqyrë reflektoj shpirtin tim në shkollën tonë. Një ditë, zemra më tha, një në nuk ka lindë. Në fletore shkruanim me të njëjtën dorë. E ndjem njësoj kur mesuesja flet për dashuri. Më duke si kur fryma na dilte në një drejtim. Na pushtoj paqja si lule që qel në qetësi. Kujtimet me erdhen si copjete. Një fotografi, një nullë harruar. Aty, e kuptuam se nuk ishte rastësi. Por ishi motra, në një kohë të ndara, por që sot Zoti i ka bashkuar. Pse? Nuk hatin e? Pyesja çuditur. Çudi. Vetëm nëna nuk ishte uritur. Ne, për tërhanin që me natë ishin ngritur, ishim të paditur, të pangopur, të paritur. Sa hapen në syt, e thanin tërhane, lugët fëtëronin, kruanin sahane. Nëna, me një qep, gjymet e minjana. S'ka gjë prej nënës. Nënat ka qanë. Me drek të uritur, në mblidh të rotu saqi, gonqët e shijes, në qelë të kulaci. Nëna, si kloqë, mos mbete i sok pa mrën, pas buke, për typte dhe një thëmë për të lënë. Me dark, familë misri, e bën të ushmare, po ti mama, ti nuk hëngre fare, hani bitë nënës, shkoni flinë gjumë, se nëna së muren, po të hanë shumë. Kur ne, si fidanët, bënin për pjetë, kur nëna, si rënjët, bën të tatë pjetë, kur nisëm të kuptonin, si erdhëm në jetë, filluam të kuptonin sekretin e vërtetë. Kur nëna
puna, mbeti, vesh një krusht me eshtra, ku s'kishte më mish, ku të fshije gënjeshtra. Atëherë zbuluam sekretet e pathëna, sekreti natyral, pse nuk konten. Për të krijuar një atmosferë të veçantë, gjatë një ndërprerje muzikore, nxënësja Lara Haxhibrahimi luajti në violin, nën përcjellje në piano të profesoreshës Leila Sulejmanović, ndërsa pas pjesës së shkollave fillore, garuesit të shkollës së mesme Vllazërim Bashkim përfaqësuan qytetin me recitime të kolazheve poetike, monologëve dhe poezive të autorëve si Ali Gjergjbritaj, Kaltrina Pacolli e të tjerë. Mund të gëzohesh se po më braktis, se nga dhimbja e gjitha po mpihem. Ti mendon se po më shkel me këmbë, por si pjuhur, unë përsëri do ngrihem. Të shqetëson ky lartësia ime? Që të shkaktoj papritur mërzi, se unë rri, si kur kam puse me naft që burojnë atje poshtë në kuzhinë. Njësoj si dielli, njësoj si hëna në batica në harmoni, njësoj si shpresa që qohet lartë, unë do ngrihem përsëri. Mos të lëndon krenaria ime, mos ndoshta kujton se po lajthis, se qesh si kur kam i njëra arja ti prapa në ubore në shtëpis. Mund të me lëndosh me fjallët e tua, mund t'i plagosësh sytë e mi, mund të me vrasësh me urrëtien tënde, por njësoj si era do ngrihem përsëri. Nga kasollet e turpit të historisë, unë ngrihem. Nga kaluara hidhur me zbukurisë, unë ngrihem. Jam një ujvare lartë, e zezë, freskuese, po fryhe me derdhen, po ashtë me rruese. Juria përbër nga ekspert të fushës së gjuhës së shqipe, gazetarisë e muzikës, Dr. Erzen Koperaj, Envera Dukaj dhe Fatime Buzuku, vlerësuan me kujdes secilin recitim dhe shpallën fituesit në të dyja kategoritë, ndërsa fituesja e madhe e garave të recituesve 2025 u shpall Inara Tafa, nxënëse e shkollës fillore Boshko Strugar. Besojmë që një lloj mënyre do të na justifikoni për vështirësinë dhe do të na mirëkuptoni edhe për çmimet. Kështu që nuk po vijojmë më të zgjasim, por do të fillojmë me çmimet. Sparet me shkollat fillore. Vendi i tretë, Mabel Hoxha për pjesën Më me birë. Vendi i dytë, kemi menduar për interpretuesen Hesa Gorana me poezinë madhe. Ndërkohë që vendi i parë për shkollat fillore e meriton, kemi menduar Akit Kaca apo me një poetë. Ndërkohë që për interpretuesit e shkollës mesme, kemi menduar vendi i tretë Mirvana Muqa, sfida dhe 18 vjeçare. Vendi i dytë për interpretuesen Berina Ismaili. Ndërkohë që vendin e parë për sa i takon interpretuesët e shkollës mesme, çiftit Alesia Vuka e Çazim Tuka. Interpretuesi më i mirë në të dy kategoritë Paç me qindra jetë të gjata, Inara Tafa. Ndërsa për të gjithë nxënësit, pjesëmarrës dhe mësimdhënësit që janë kujdesur për përgatitjen e tyre, u nda nga një libër.